Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, Ipek Home, Industria. Shikues të respektuar të podcastit Tonight, ja ku po takomi pas pak kohë natyrisht me mysafir të tjerë, me gjëra të reja, natyrisht për ta vazhduar rrugtimin ton që nuk do të jetë as pak i shkurtër, kismet, natyrisht. Kam kënaqësi sot ta kem një djalosh nga Prizreni. E njihni të gjithë natyrisht, është lidhja Prizrenit, kaloja, ura Prizrenit, MC Qopa dhe të tjerat. Një këngëtar shumë i suksesshëm nga qyteti jon, ku bëhet edhe podcasti. Një instruktor i armëve, një arpagjik i përbetuar. MC Qopa, mirë se erdhë, është kënaqësi me të pas sonte në Tonight. Mirë se gjeta, kënaqësia është e jam me kon këtu në Tonight. A ti thash krejt prapashtesa ta ka halo? Se ka thonë ma mirë kërkur. Je një ekzemplar, domethënë, të shtina në monumentet historike. Nështë po pse e ke kuptu thelbin e asojna që shumicën e punëve që i kom bo, jo mënu me i bo në dobit Prizrenit. Jo mënu me konë ajo ftyra e Prizrenit, që është do që jo marrë të tjerë. Unë e kam qëta, dhe në kam qefë. Kjo është fiznike, kjo është fiznike, është lezeshme, është e mirë, edhe është obligative për secilin vend. Nuk tregon lokalizëm. Tregon që i shpinë tonë, nëse donë edhe mu. Aden është bo një sen shumë jo viral, po bo klishe që e thënë ato, unë kem gjeloz, unë jam territorial, aden e kanë marrë atë punën e Alfës, se cilë kur del një intervista, se pido këtë pak ma interesant si term, territorial. Ama për një me në thelbë, unë jam territorial. Unë njerëzit e me kom qef me i pas rahat, kur këta janë rahat, besoj që edhe unë jam. Që ato e kom pas dashnin gjithë për Prizrenit, që ato si më largu as një herë, sa dërë që mu ka shpërbly, ose s'mu ka shpërbly, ajo është pjesë tjetër që duhet me diskutu mas neja, ma unë besoj që ko me vazhdu edhe ko me deri sa të mundëm, deri sa besoj që s'ko më dërzu kur të kjo. Edhe pse e territorial, fama jote, suksesi jote është për te kufive, edhe të Prizrenit, edhe të Kosovës, neve na gëzon ky fakt, na jena krenar kur kemi suksesshëm Prizren, po për sa është kthy, edhe sa është kthy aty nuk po futemi se e kom thonë shumë herë këtë emision. Freddie Mercury, grupit Queen, i ndjeri, i madhi, ka thonë, thirrëmni ku doni me knu, veç në qytetin tënd lindjes, kur nuk vi. A je përballë ti me çet fenomen? Tash ta shpjegoj. Ti japim hapësirë një pjesë ku duhet nështë me fol për vete. Unë e kom pas atë pjesën temat Prime-in që thënë kur jam konë reality show edhe senën e parë që kom desht me e bon njëtën temë u konë me mujtë me mbletë Prizrenit edhe ku mojtë një koncert këtë njëherë u konë porta nëse e moment. Dhe më thonë vesh shkelzeni e tishi edhe MC Qopa e pa të mush edhe atë pjesën anej. Zdia e moment që shukon e pa ta mush komplet full. Mira mo, atë ishtë cila u konë ironia që 95% që nështë e në konë për qytetet e tjera që kanë armë më për cjela. Kanë armë më Prizren, kjeva me numra tjera. Për shkak që tund, se di. Edhe na jarmenoj që edhe 50 Centin Queen's Park nuk kish me pas shumë. Normal është. Veç unë konsideroj që kur ta don vetën, më don edhe mu, aty mi sigurt edhe une. Kjo pjesa e jashtme. Definitivisht që ashtu është, në momentin që kime e desh tondën, që kjo rratë ka më të përfri. Qa e shka është, veç duhet me shty njëri tjetrin, duhet me dash njëri tjetrin. Kisha fillu me instruktorin e armëve. Ti edhe në Facebook e ki fotografinë e profilit me një armë gjatë edhe me një pistolet. Pistoleta është beret, sa e pash une. Po, është beret. Po vret që... Pietro Beretta. Po vret që merë vesh. Dhe më thonë në armë. Po, jena koha e luftës i kena mësu krejt. Fix, na jena, është edhe kjo e ka atë pjesën e vetë ironike, se na jena shumë rakli norm, por rrallë kush e din për shembull detajet sikur ti, se na jena alot në mësun s'ka me teten.
Po. Po kupton, s'ka me tetin. Për shembull, e ka beretën në shtëpi, e ka një CLS tipi 3, thot nuk ka me ladën niva. Çaty. Shumë jena popull nostalgjik. Po mirë se vesh bereta 92 fesi është për orme më të mira dhe unë jam njëri fatlum që kom pas mundësi me gjeneru mjete pej senave që i kom desht. Për shembull muzikën e kom desht ton kohën. Pavarësisht unë jam pej atyve që e kanë ngu edhe Slashin. Normal. Po foli për Guns N' Roses, Sex and the Roses. Posta me ik. U konë një farë gazete Hooper Poster nëse s'ga po i. Në jam e qasaj pjesës, muzikën e kom desh gjithë kom fitu për muzikës. Armë ti kom desh ton kohën, kom fitu për armë. S'pëdi, në herë thom aten, ose aksidentalisht, ose është e shkruun, ose se di, unë pesaneve që i kom desh, gjithmonë kom përfitu dhe i kom bo mirë. Edhe për shëton ashtë ju më vequ mas në të pjesë, se kom bo me dashni. Po fjala instruktor nuk është bësh e vogël. A je trajnu dikun, a je kimsu dikun? Se epiteti instruktor është tash, du me thonë mundesh me na mësu krejtve. Kur du me lujtë rolin e lavdasit, kur du mu lavdu, thëm jam instruktor për instruktor, sepse një gjenerat e mirë që i sheti instruktorat në për poligona kanë kalu në për dur tona. Më thonë, unë jam konaj, edhe staff i IT Defense-it, që i kena dhonë, i kena certifiku dhe i kena diplomu dhe sot ata punojnë si instruktor. Kështu që edhe jena falemderus për këtë pjesën se na bëjnë pak respekt. Më thonë, unë jam edhe instruktor, po edhe instruktor për instruktorët e ri. E ki dëshmu me një video që e posh, që s'ma mërmenja që gjdo kush mundet me bo ato. Shikus nderuar, një largësi 3-4 metra, jo fletën kështu, po fletën kështu. Edhe armën jo kështu, po nonën e kundët kështu edhe mban në këtë formë, edhe ndonë gjys. Aty veç, se qëre, diplomat është gjithkush po ka. Po mi qëndru, asa diploma është pak problem. Ti me qatë gjujtje, unë e po shi ka dalë se ato vështirë me bo. A disht ku është projmi jam i armët, dhe tënë. Unë për momentin nuk pe kam kohën. Po besoj që kom e gjetë një kohë dhe kom marrë veç me video, sepse këto video që i sheti janë shumë spontane. Po. Edhe zakonisht kur njeri bën video, a ke po qysh jetë të full shumë mirë, del para intervistës, pak dishka huqja, veden. Se cila video që bëhet para, po menej, se cila gjujtje që bëhet para videos, është pak ma komplekse, dhe se jetu i në qizu. Kërso në kom pas shumë... Tentime para asoj. Jo, kom pas shumë nashta gjujtje ma të mira se ajo që i ke po në video. Për shembull, unë kom pas edhe bottle challenge kom pas hek me pistolet. Fatkeqësisht se kena pas me inqizu. A din që u kon ajo me hek kapokin bottle challenge? Po, që e hekshin me kom, unë e kom hek me plum. E ki bo që ato? E kom ba, po. Jo, kur e posh këtë fletën tash edhe pe besoj. Po, a din cili është projmi jam? Thash kur kom e posku, kom e marrë pak ma profi, kom e inqizu me kamerat mira që me pas mundësi me i dhonë, me rezolucion ma të mirë, me i dhonë slow motion, kom e rok pikën e ujtë mrapsht. Tu ro pika ujtë? Pika ujtë tu ro, kom e rok mrapsht. Qaj ka mu konë nështë projmi jam. Ato kom e monetizu edhe në YouTube, pse jo. Po pse jo? E bëj, se momentin që e sho, momentin që e sho që ka mundësi mu bo, unë e bëj. Hish nuk nalë në Allah, hish normal nuk kom e bo me tentim parë se mas në kanë zonë me shumë supermen. Gjiroj i krejt tentimet. Gjiroj se nuk i tjetë. Mirë me i gjiru. Gjiroj i krejt. Veç kom e bo edhe atë pjesën. Pika ujtë të radë, më thëmë për natët, në formën për mas kom e erë. Qop, realisht për rekreacion, arma është super. Se edhe ekstres, edhe është një farë disiplinë, është një farë përgjegjësie, është një farë fokusimi. Fokusi edhe që... Shumë ka rëndësi fokusi. Adin të shtim pak në rën, edhe hek pak stres, je me mjetë aty, e ki instruktorin ofër, po realisht, momentalisht, shumë armë jonë në durët e qytetarëve. Po bazona gjithmonë raportin e policisë. Çdo ditë ti, kronikën e zezë ki, u sekuestrun dhe të armë, u sekuestrun ato, cili është rreziku o burë. Teresa, unë jam konë shumë aktive dhe jam konë të i përcjell këto sene shumë detaje. Unë jam konë shumë i lumtur me vetëdijsimin e popullatës. E bukra këtë kësajna që unë kësha thonë njerëzve është me marrë armën me leje. Për shkak që të runë. Arma me leje të runë.
që në momentin që unë kom ngatru me drejtonin për parking, edhe nëse se kam armën mu, kam e mu sekuestru arma në momentin që kena mu lajmëru në polici. Për me mbrojt personin. Sepse policia din që ti e kini armë. Edhe nëse fokusohesh edhe i këshyrë kronikat e zeza, 99% që nashta janë marrë pa leje që janë vra. Sepse kriminali nuk do me thonë që du të me pas armën me vra. Kriminali të vranë edhe me tel kitarës. Qashtë. S'është arma ajo që vret, arma nëse rrin në qonë që ti e kërkon se vra. Se ti jam kupton, do të thonë është Se kena mendu asnjëherë në këtë formë. Edhe unë Tepër bukur. shumë shpesh e shpjegoj këtë sen atë. Nuk është arma që i vret njerëz. Është menja njerit. Do të thonë, unë apet po e them, teli kitarës është bërë për me dhënë një tingull të bukur, po njerit myt edhe me ta. Nëse është kriminal. Kështu që armën me përdor për sport, për rekreacion, është që shtati e para punës fokus, largohesh pe këtë seneve, e kupton që në momentin sa është anej edhe ka siguri perimetri, ki me pas një komoditet që ka më konë lojnë, për nëse kthehet që kënjena është vrasës. Kështu që ajo është pjesa fokusit, pjesa këtë seneve që ty të bën më uni shumë. Suma summarum, sa pe kuptojnë ti po thu që më e mira e kësaj pune është më u regjistruar. Mu ditë kush ka ka. Është interesant se kur kanë marrë një iniciativë për Ministrisë Punëve të Brendshme mu legalizuar armët, shumë pak njerëz i kanë legalizuar armët. Edhe mas janë legalizuar armët, shumë njerëz më kanë thirrë mu qysh me legalizu një armë. A dem se unë i thësha, bjerni legalizoni. Jo se shteti po dënë me na marë, se na kena fobi shumë, na jena njerëz nostalgjik, na menem që ka ardhur Jugoslavia dhe po dënë me na marë armë. Nuk është më milicia, nuk Kalu ajo pjesë. Nuk mo kjeri Jo, katër. thëshin po dënë me na marë. Tani kur u legalizu në armë, që ju thësha, bjerni o vlla, se unë po të garantoja. Duke unë me garantu për ministrinë. A dënë, nuk kam e ta marë, kërkush nuk e bëshën, kërkush për shkak që thëshin, dikush e ka lëshu një fjalë, një çajtorist. Ja ka fut dikon qytet në hymje, edhe ka thonë, jo se përdën me na marë, edhe mo qaj veç u përhap, foqishëm edhe kërkush se ka pru. Kush duhet më koni armatosën realisht? S'ma mërë menja që këtë populata si jemi në Amerikë, ne jemi shumë pak njerëz. Ka jena na Ifemi me zveti. Sa kena na ma shumë kulturë se Zvicran që kretin të armatast. Ma spjega që të se. Se cilë Zvicran që e krynë ushtrin, me veti e merë armën e vetë. A të në këtë pak. Jo, nuk e di. Po. Edhe e merë armën automatike, me veti. Pse, për shembull, Zvicrani nuk qohet me vra njëri tjetrin për ditë? A du mina me rejtu pan, me thonë, na jena mentalitet Balkan, edhe jena po dollë edhe rrok me pse po më këshyra, qysh. Duhet mu vetësu, duhet mu me eduku vetën pak. Qysh edukohet vetja? Unë kom thonë shpesh, djallin tem, unë s'kam be nevoj me eduku, unë edukoj vetën tem, se ai ka më përngja mu. Hajde po shkrim për neve djektive, gjenerata jonë. Hajde po edukohemi, vlla, ju kanë zënë njerëzve që nuk është keq me e pas një armë. Arma nuk të bën kriminal, nuk të bën rrugaç. Të bën mentaliteti, të bën menja jote. Maja armën që aty në takijo, vlla, kush do zbohet. Po shka po të vynë? Po çish ka po të vynë? Unë jam sportist, unë përdori rekreacion. Për shka mos më vyt? Okay. A guxon me mbajt deri sa shkon në poligon? Po unë me helikopter s'kam me transportuar. Me mbajt me vetë. Jo në raste që pyesin njerëz. A guxoj me mbajt, domethënë. Po çet përgjigje. A duna me lon në poligon? Po çet përgjigje jo ja po ne. Çish ki me pru me helikopter në poligon? Kime marrë armën edhe ki me pru. Edhe atë për shembull me në zonë policia, ku i të shku me armë? Po në poligon e vlla. Apo më kupton. Po çish në poligon? Po çish me shku në poligon? Çish po thotë? Që ka pe tjetër. Hajde bjem në poligon. Çfarë prap? Arshiqore po. Janë ligjet që theke Ramez Vladimir si lastike. Ligjet theke si lastike. Ngre. Po, edhe ti normal. Po gjithsesi e bukra këtë kësojna shka bënë muhabet është që armët me leje nuk janë keq përdorur. Sepse ta jep një mundësi e para punës shkën e merr ato që sillen social, që s'ka po të vinë arma nëse ti jetë marrë social, atë ka logjikja. E dyta punës shkon te mjeku, kur gjon nëse s'kontrollon nëse kena mjek më adopt ai ka më kuptu. Shikim para ai në Terezia. Ka e. Po, që them na, ai në Aksana. Ai me mua me arrushën. Në njerë e marrin vesh atë. Çashtu është shumë Është si interesant. procedurë. Ka të lindi, e the edhe pak marrë që e konë gjithmonë e pasionum nësi në armë, po a ka dikush që të ka mësu? A ki kry ndonjë shkollë caktume? Kum vjedh zanat. I kum këshyr njerëz që kanë ditë me gjujt. Po, muj me përmend njëri që se kum përmend asnjëherë është Hajrush Kabashi. Është
një kushëri, një shokët tem, atë tani na jena në përmjet tina jena njërtu, jena bo shok, a e ka pas për lindjes këtë pjesë, u kanë edhe ishë ushtar, më ka nimu në fillimet e para, më ka thonë qështu e përdor, mas nëjna mo, jo valoj, edhe unë ishe shumë më abetën e për intervjistën e për sene, pa i heki be pak më destin dhe tënë, Gjomani vesh një person që ka mujt me mujt mu, një person që ka mujt mu shty me qopën edhe ka fitu me armë, qaj që ta Gjonën e sprejki armë kur mo. Asnjë hisë se Gjonë. A mbon me vetë? Kur foli pe tëne, kur foli për qëto sene, prap pe eki Modestin, pe tënve ka dhe njerë si unë konë kampion Zvicrës që i kom mujtë shumë keq, edhe plumin e fundit ja kom këthy armën kështu, dhe më thonë për me, se e kam egon e madhe, kur e marrë një punë, du me bo mas mirë dhe. Ja ma i mirja hitë. Teste që ajo punë. Normale burë, Kur ta shot dikën tani tu këqyr, pranona dhe në kopa jasë së më zenë gjume, du me bo pas her ma mirë ose se bëj heq. Kom shumë egon në profesion. Kjo është virtyt o burë. E keqja këtë kësaj punë është që unë egon vish në muzikë nuk e kam. Se nëse ju kisha koqit mirë, të beton atë të zote, unë e kom emnin në Elvis, bova ki kisha met në histori si Elvis Presley. Pasha besën po, ma gatë se Michael Jacksonin kishin përmen, me bo mu pas përkushtu, sa di mu përkushtu. Që pas seksi, ja? Pa, me qitë targetin fart. Kështu që, e heka pak edhe Modestin, ka e non, do të mu lavdu edhe natë për zërin ne. Jo, po, kur që nuk jena të thonë që sështë, që ashtu është, natyrisht. Desa e poshën e atë arritjen tonë me qa letrën ashtu, çdo punë tjetër i ka veç dush me punu. Veç do punë koqit që ato që është interesant. Edhe kryet mabit. Se na tani edhe kena një të bukur, se thënë, jo se video se i kanë ndreq, am kuptan i kanë ndreq, kishtë të shone kome i me kry, kishone kome i tash me kry atë pjesën e ato Adobe, Excel e shenë, ato farsene ku i di une, vlo me ndreq, me mu bo Matrix aty, ne? Jo vlo, ajo është një video e incizume, ka plot video i këqyrë një aty në YouTube, kanë dhe 1 milion klikime, i bëj për qefi, kur ti bëj profesionale, mas ne unë e ka me pas pun me nivele ndërkombëtare, mo nuk ka me pas muhabet. Inshallah kanë me pas mundësi mu krenu tani, ose me thonë, ky joni. Bu bizëm që. Atë rëndo. Bu bizëm që. Pak bu sy mykli. Në qëfar roste e mbon armën me veti? A e mbon të paktën? Mësë më qelë punë, se mu sërë të më takon një polici për zërin, ma kop qontën që shtë. Por zotë. Për shkak që e dinë se kam ka pas ndodhur në rast djalin teme ka. Përshëndesim edhe policët e prezërin se i kena. Pa dyshim heq unë i kam këtë shok, atë asnjëherë nuk kom të lashë. Normal. Çka kam pas të lashën se mirë që e thej ligjin. Armë ti kam marak, armë nuk i kesh përdori, i du fort. Kishim pas marrë njerë policë, më shadërvan të net djalin teme i vogël, a ka bobi armë. E pëtëshim të special sa dorë. A i ti thonë plak ka armë. Për në zuna e pas të kesh policë. Thash, je mërë, kalëzë për poligonë, baba, vëdem, tha, po te për te puna. Kështë që unë jam marak nërë, Ku kanë zirë mirë. Jam marak shumë nërë, mi du armë të dhe. Do më thonë e morën vazhdim. Që aty e përfundon. Po tash... Regull, e kuptum. E mojnë poligon. E kuptum. Qëka është shumë më interesant, po të kthej pak mrapa. Para se mi fillu këto rebelizmat të mdhaje, para se me dollë të MC Qopa tamam, ki punu si kasap. Spjegon pa që të pjesë lunda, so vjet je kun? Pashat modën, zëtë kërkush nuk e din në ashta, përveç familjarve. Por zotë. Edhe njerëzit që më kanë njoftën, është e vërtet që kasap kom punu pe i para luftës. Dhe më thonë, tabahone. Të drejni, ta shala punën në gjati atë dhe Mirani. Kom punu aty, mastrina kom punu më njerë mas luftës në Prishtinë. Edhe aty në Lpion kom punu një 4 vjetë kasap. Edhe pej kasapit kom do në reper. Ankultan, kër pa ta dollë atër, si pej kasapit në reper, kom dollë në reper kasap. Se konen zisha për para, shojsha shumë më vlonë për konga. Të e prej, krejt të i prej. Po tani, të kena marrë update edhe na gjatë rrugës. Tash për shemë nuk më pëlqenë shmica pjesëve Kongës që i kom bo atër. Kam konflikt, moshe, konflikt mentaliteti. Janë të kohës, ato falen krejt. Jo, ka elemente edhe une, ka ekstremitete, ka sene që sa s'kisha dosh djole jam me ingu, po fatkesisht i shkojnë në përveç. Ja artist të burë, aty falet krejt, që do se në falet. A, me mujtë si ti me ngushlu vetën, knasë. Jo, po artisti është
pa kufi, kupton. Edhe ndryshon betim, vitin arshëm kime thonë ta kishim thonë edhe një sen tjetër. Po me drejton, zdeshta me shku vulgar me ta bo podcastin, a mos se dia e bëni me bip, unë e kam kongë që quhet nonën jau Po. Titulli i kongës është nonën jau Titulli i kongës është nonën jau Sa më kupten. S'pa du me ri deri të çaja pjesa, po unë çështu kum knu atë. Tash ti mu me më dhon këtë mirat e botës më mshti edhe një herë me knu çat kongën se knaj mo. Qartë. Se dia po më kupton. Po kjo është pjekuria dhe kalojnë edhe shumë sa, po gjithsesi e ki pas arsyet e tuja si çdo reper tjetër. Ju jeni më eksplicit pak. Na rockerat jena pak më na dhe kur shohim pak më me lula, din. Mrana është implumat aty. Fix. Se lula. Guns N' Roses jena na, bashkë ashtu hiç. Që është shumë interesant. E kalumja është shumë e rëndësishme. Nuk duhet me mohu asnjëherë, nuk duhet me na turpru asnjëherë. Gjithmonë e sot mja na tregon neve karakterin që kena bo. E bukra është që sot je qopa seksi, me shumë kongë të suksesme. Në fund kena me folë për muzikë, se qop na kemi një sistem tjetër në këtë podcast. Gjona që shien na nuk i komentojmë shumë. Ato i komentojmë. Jo, asnjëherë në asnjë intervistë Superman muhabeti kasapit vetë kam. Jo kasapit, për muzikë. Jo. E fillu Në kuptimin po them që kesh ka do me thonë ti. Unë thash në asnjë intervistë edhe këtu janë më të lezetshme. Unë jo rrej ato intervistat klishe kur hin gjithmonë pse çop si erdhi deri tek muzika, këto për mua atë besoj janë shumë bezdeshme. Unë po nina komod, po nina mirë, po më pëlqen. Edhe si çopën, na e kemi në YouTube, në Facebook, në Instagram, TikTok, gjithkundiç krijimtarinë e tij. Edhe ato vendos publiku atë. Për muzikën do të folim diçka tjetër pak më specifike. Në vitin 2000 ti e kalon një fazë, nëse muj me quajt fazë, një rast super tron, ballafaqohesh me vdekjen e burr. Sulmosh. Sulmosh fizikisht. Po s'po du me ta kthy se nuk janë ngjarje të mira, po gjithsesi më intereson me ditë sot ka ndryshu ty si çop çaj rast. Se 2000-ën faktikisht ti e kon teenager jam kon teenager. 17-18 apo? Po. Është nashta mendoj që më ka pru vete ajo pjesë më pak. Më ka kalit, më ka rregullu edhe më ka kallëzu që shkon njeri për 1 minutë. Se të fshlan plumet e veshe edhe thu, hopa. Çto e pas na pa. Kishte edhe gjujtja? Po. Unë për shembull kur kum ik pe çati momentet atë edhe kom dalë për qasaj pjesës, kom thonë, e kom taku një shok temin, a i tash është në Itali, Labinat Kryziu, i kom thonë, po bjerë këshorë kom ka rok plume. Ta shtu e kisha të qane, në qëtë pjesën e kom pas qane, a i thotë në kryo bjerë. A dhe, se gjaki të rrjedhe dhe në kom menu që plumi u konë që ajo pjesë, dhe vishmë nga në shu kom të dhe mas të ne u konë një farë shoki. Dhe në qysh plumi në kry vlohën e për folje. Po kom harru që para plumit ka pas ndodhë dhe goditi me shufra e sene që shtë u konë si me thonë, atentate sopi. Po edhe nuk jam kanë burri mirë, vallaj, mirë ma kanë buka njëherë thëmë. A e kon vetë në atras? Nëse pytëm sot, po ja vetë jam kanë, se me shok jam kanë ma asgan. Po normal. Çfarë kohë, gjatë ditës, gjatë natës? 12 natës jam kanë të hinë banesë, kanë tërë s'ka pas rrim, si mas luftës shush. Edhe disa persona. Se realisht atër jam kanë edhe fit, edhe kisha mujtë me ikë. Se di jam tash me këta borka. Ja, tash jena plëcu pak atër. Më faq që ta ktheva këtë rast, po do shta me ditë se... Sështë fol, nuk e kom fol, është shumë ku ase po shumë... Ka njëherë duhemi me ditë bre, se thoti kalumja njerit është si kur retrevizori kjerët, këqyrë për masë dhe hecë për para. E ma retrevizori, a ki pas sa i vogël është? Po. S'bën me vozit të qyrë mrapa. Realisht ka njëherë kime e për cilët kalumën, po kime hecë për para. Vesh për para. Edhe unë mënej që do senet kalumës neve nga kam pjek, unë shumë shpesh e thëmë këto ndodhë me përsërit në ashta shumë herë një njeri që ka kry një kolegj edhe ka hime një punë normale, s'ka shka me kalzu për jetën. Njerëzit e fort dalin për situatave të shtira. Pavarësisht atë në kom qef t'jallja mos më konë mi provu do sene, po dhe loj vala mi provu. Me thonë drejtëm, tash unë jam një bab që e di që nuk mund me dalë njeri i fort për situatave të lehta. S'ka mundësi nëse i ka krye veprat në botë, jon prej momenteve të vështira. Këtë krye veprat.
që aty jemi në rregull. Çka është një detaj shumë interesant se unë kom qef me gjithë respektin për tifozerit në Kosovë. Po tash jena në një fazë të bashkimit edhe të klubit tjetër e kishin ndru arnorin që e kishim, ishte Punteksi, a ishte Punteksi? Me thonë të drejtën, Ponte kur u kon, Ponte, e ka pas Prajmin, me thonë Prajmin, po vazhdojnë me qenë shumë. Nese, na kemi dy klube që janë rivale, po çaq mirë shkojnë me zveti, që është për kënaqëri, realisht. Po, Ojka, këtë muhabetit janë arpaqik, me krejt respektin për, se po na gozhdojnë mas nej qyteteve tjera. Respekt për këtë tifozërit, se ju e një pjesa kryesore e lojës, se pa juve s'poshtë interesant me kështu lojën, apëton. A je fara arpaqiki? A je kona, a je largua? Une jëm kon panter. Kush e mon men. Para arpaqikve jëm kon panterat. Arpaqik janë 2 mish. Në 99 në kon pantera. Edhe jëm kon pe themeluzve të panterave. Mas ne ka ardhë peca. Na ka updateu, ka thonë ka dalë një pak, jo, se dhe një me na tranu me këta tigra, hajde përshkrim pak për përdorim Iranin. Qashtu. Po dhe na e nakon edhe katunar të mirë o vlla. Kena dit me ble, se unë e katunarin nuk e shoh për geografisë. E shoh që tu. Qashtu. Na kena dit me kuptu edhe kena thonë o pec, po qysh barë pa gjek se na kishën. Hajde ka thonë po ullëm edhe për diskutojmë edhe jena pethe me luzve të arpa gjekve. Edhe i kena kontribute kjo pjesë, i na konë standard. Unë i falenderoj djem që bile kam edhe aty në TikTok në video, këtë sola të ma thirë emnin, më do këtë vedja pak atë ata s'po di që me tonë, mas ne e marrë guximin me menuqin në i farë monumenti historik, jem që e kem fillim, Jo pa i rjebona. se me ta përmen 3-4.000 veta emnin, atë është knasje Ti dhe edhe privilegj. konë për bashkimin. Po. Edhe bëvaki edhe në tarmën e bojnë njësës. S'nalën ato e desh Duhet bashkimin. me updateu senet, duhet me updateu. Qysh peshe evoluimin e arpaqikëve? A ju në aty qysh keni pas shef ju më konë? Për qefi tem jo. Po ta thëmë kështu shumë drejtën, mentalitetin. Na e na konë tifoz kena bo koreografi sene, për nuk i kena dit vlo mentalitetet. Këta pi din, po lexojnë, po lumëtën. Këta po din që do të me ta marrë transin, do të me ta marrë transin, do të me bo ato, do të me bo këto. Na s'kena dit si sene, vlo. Edhe, unë po thëmë pe jap pjesën teme që shumë menoj. Qashtu. Se dhja po më kuptan. Pa diskutim. Na e nakon po menoj që shumë do t'jam të rritën, të ngritën qytetit, ka pas ish ushtar, prej pjesës stafit ngusht tonë, të ki Hamitin, Qashtu. Alemdarin. Alemdarin e ki njerëz abden që kanë kontribu në shoqërinë e Prizrenit edhe ju konë tifoz. E nuk është pa kontribut edhe një njerëz që ka pas një kafesht mirë në Prizren o vlla. S'po t'i japën kupton se na njerëz menojmë që Pecën arum, pecën me... pecën për çato. Se na Prizrenit e njohim, po ju që për na shqini qyteteve tjera, një personazh i rëndësishëm. Shumë edhe karizmatik u konë edhe. Karizmatik edhe e takon kudo në Shadrvan, në Më qendër. kupton, kena Ka pas fishat mirë udhëheq, tash janë një pjesë e djemve të ri, gjenerate re, standard që i përcjellin këto sene. Se di jam kupton edhe din që jo kjo s'bën, jo kjo bën, jo s'bën me tir këtë sen, jo kjo nuk ka mentalitet të ultrasit, na si kena ditë to. Na kena ditë që kur të fiton bashkimi do të më gëzu, edhe kur të hub bashkimi do të më idhnu. Se di jam kupton. Ja ne ja knej. Unë e këtë din që 12 herë jem koni arrestun për tifozëri. Tu marrë. Çka e të folbe? 12 herë. Po që shkoj në shtëpi prindve më burr. Vallaj për marrë. Për marrë. Rreziki ma i vogël që ka mujt me ndodhë, konë me rape i naltit, se të udhëheq tifozërin, ka mujt me më shrit kama. Tash llogaritë ku e kena qit vetëm, po ka njerë kur nuk shkruhen dhe se në zbohën. Pa di hava, unë shumë besoj të Zotit edhe menoj që sa do që ti ki me ase, ka me të rujt një dishka, një fuqi tjetër ka me të rujt që ti ki me ardhë sot me një ditë në podcast me fol me ty. Pa diskutim, nuk mund është mik. Po vim të muzika tash. Me të vërtet, shumë këngë të mira. Po që po thu si e ka koqitesh, pse s'po koqitesh o burr? A është konkurenca e ashpër? A është ambienti armiqësor? A s'po ka kushte ku mu shpraza, çka problemi?
para se me, kom e thonë, masi Michele do të pa thëna, kom e ta thonë edhe një send pa thënë. Para se me po kongën që unë e kom pas prajmin, kom pas shumë kongë për para. Kallzova kena pas bif, tisa, sene, kena pas kongë shumë të tishme. Pak para se me bo që Obsexin e kom pas një kongë me Lyrical Soulin. Titullin e ka pas Phoenix, kur se kom kallzu në asë një intervist. Phoenixi u konë një pjesë që unë e kom pas se Lyrical Soulin halon pëlqen muzikalisht. Si këngëtar. E respektoj maksimalisht, edhe creation muzikalisht. I pëlqej shumë. Kom pas kongën me Lyrical Soulin para se me dalë që Obsexi. Momentin që e kom një që e ka nisë më folën e për Prishtinë që hajde ta marrim që djalin ta ngritim. Veç e kom thiri producentin e kom thonë fshija të kongë. Se eksiston e kongë. Pse? Por su këngu. Pse Këta bon? megon. Unë jam shumë manjak të kjo pjesë. Dhe kom thonë, ose dhezi me një kongë teme. Temën vetë që e kom bë one vlla. Pe Prizrenit, ose Tranona. Dulë që Obsexi shumë i kretë. Ja nisën këta repera të më thirë. O gji, jam të prito, bro, zëmë, unë e katonari për zrenit të kesh, a i kështë që shpo më thirin, sa po më dënë letër i vula. Të mangu kongën kjartë, dhe ku qërë sa interesant. Prapa jo, ego, ju më këthim për zrenë. Edhe, menja jam e kom thonë, reflektorat du me këthy ka veni jam. Tash erë të poki. Se të jam po këpten. Ishtë në gjendi me shku me kry, pa aty pak mërshiti. Aty pak miki situatë, edhe nuk mujta edhe se tash na bëjmë sa dëmë vetë, po ata janë industria dhe të përfshin industria, nuk mundesh me... Normal. Edhe nuk mundesh me shty molin me Ja, gjyks. me gjyks nuk mundesh me shty, Është tani vërtet. pak edhe nuk kom hasëm për kraje, pa ta mbledh do t'jem që bëshin një pak këtu në prezent. Edhe i thesha, hajde pi mbledhit të tonve, e pi bëjmë një grup edhe po funksionem bashk. Njëri thike, jo e kam stresin për Shqipnis, shok, Je tu fol për labela? për label. Edhe I kom s'mujtë mbledh me... që të- Jo s'kom mujt me mbledh, tre me bo bashk s'kom mujt. Kërkumar. Se ideja shumë e mirë. Qysh ti tash të Një mëse label qopa prezent. na odhesh neve ku e ti unë asi thesha unë halo pa ashtru sofrën një po përloni për trosha vlla. Qashtë. Atë në të njëtën kum jetu unë asnjëherë nuk kum jetu me komplekse vlla. Knas na ka herë kum thënë katonar ma thënë, apo dhe qysh Normal, Po, po, se shakot kisha. po di qysh me spjeku këtë pjesën shumë knas na me do sena që njerëz mendojnë që është kritik, apo se di apo më kupton. Jo, këtu ka këshilltar shumë. T'japin këshilla njerëzit. Apo do më thonë, Këshilla pa parë t'japin. jo, u morën vesh Realisht këshilltar do Ai të me më pagu. cigaren, me cigaren ku i thot mos pi cigare. S'po di, a kesh Kjo i është kjo? një atmosferë shumë e bukur që atë një misht të tërë që të një 200 cigareve aty, edhe aja ranit ten me të kalëzu pselbin, kurti, e ka rritë rrymën. Ai të kalëzën për atyt, po kur njët nuk qohet me dalë aty në protest, Qashtë. edhe me e thonë, që o të zotni, dalin 14 hallegji, jes po kena autobusa, jo valla po kia autobusa se kur po bon mitinget, kush po, qysh për japën, qysh dikush për merat autobus. Ja futin kat jena populli që ditë shumë vllavi jam. Hipokrita shumë. Shumë hipokrita. Bravo. Sot je kështu, nesër ashtu. Sanin mas shumë ti që urrej njëtën tem është hipokrizia. Qa. Ma mirë qu shajëm, rrehem, më shëm shëplaka ta falë. Edhe, a petulem pim kafe. Vesh mës ja fut kot. Mas ma loj hipokritin se tranona. Jo, po sot, a je me mua me rushën, apo tonë. Do më tonë, s'po... Njerëzit që mas shumë ti na kanë tranu për para PDK, kur se kena desht PDK-n, ju më konë qëta që sot tranën Albin. Njëti persona, është një situatë shumë kaotike, vlla. 470 euro më ka ardhë rrymë, okej. 110 metra 4 orë banoj. Në cilën vend botës i kom thirë plot shok në Chicago. Thash, sa të ka ardhë rryma, vëlla, tha $110. A tjetër në Zvicër, sa të ka ardhë rryma. U tranova ku jam të jetu, më vëlla, tha, alja, për na do këtë normal. Si jam të maru bitcoina në banesë, vëlla, 110 metra 4 orë i kam. 470 euro më ka ardhë rryma. Pse mërë s'del as njoni me kalëzun këtë punë, që po du me folë për vëlla në podcast. Zemra plast. Po du me folë, o vëlla, 470 euro. Hajde që veç unë po punojsha, po gjallë nëjsha. Hajde unë s'po mujshna. E kam nusën punon në televizion edhe është trajnere e fitnessit, të dy rrogat më jam lidh, do të me pagu rrymën. Se dhja po më kupton, o vëlla. Për çka me punu u burë? Cila është pjesa masne që unë kom me menu për një tarme. Kur na kretu qumë të besu që po del dikush, hajde që edhe unë që se kom votu, kom thonë, hajde më mos po bëhet ma mirë. Ha?
Këtu na kanë dek shpresat o vlla. Nuk ka se janë matë poshtër në botë, nuk ka se janë matë keq në botë se më dek shpresat. Atë ka shku mendja me ikë për Kosovës? O, pashat madhen, zot, jo më shku menja, po në komunisë. Në komunisët për fëmijët e me, se për mu na këna rënua dhe para luftës. Pasha Ne zotë ka itu në burë. me i gotoj. O, s'ja paguj heq berrimën. O, ma këpusin dalë në gjes. O, sënë në gjes e qes një qiri. Unë ja dalë dy qysh fëmijët e me më vlla, shka kanë faj. Po tam 475 euro më ka orë vlla. Ta dokumentoj, ta fakturoj qysh t'i qef ta qes. 110 metra kator banes jetoj. Më kupton? Nuk kom koment, nuk I kom kom koment thirë shëshnin tem. A din çfarë matematike? Na shta unë s'marr vesh në këto pjesë të ekonomisë, jam shumë laik o vllave, që nëse e kalon, Gjepin e din. ja, gjepin e di shumë Po mirë, çato, po çfarë është ekonomia burr? a shumë e bukur kur thot, nëse e kalon çet pjesë të kilovatit, dush me pagu ma shumë, si kërëne me tirë ty, me tonë, ti përshet pi energjike, dhe po tëm, bjemi 5 paleta, ti me thonë, tash e ki 30% ma shtrajt, se po blen me shumicë. Se ti jam unë kupton, është shumë logjike pashtër. Me në jone, atë nuk. Edhe po më fal që Unë ka të marrë vesh, unë jam laik, ka mundësi që del tash aty në filozof në komente në spjegon që është du të komentet të të folin çka dojnë. Po, Po këto janë fakte, këto janë fakte o burr. Këto po janë thot, fakte. nëse ti e kalon që të shumë caktuar që dush me harxhu, e ki 30% ma shumë. Tash unë përshkrim me marrë 1 kilogram mish, po kushton 8 euro, dhe pi marrë 100 kilogram e ma bën 12 euro. Pse ki pare me ble misha, a je normal o vlla. Edhe po harrojnë një sen politikan tonë që na votojmë me na ndreq jetën. Unë ta autorizoj ty me folën në emnin tem. Bravo. Jo me ma prish jetën, tash unë me menu që me ik nasi. Edhe çka është do më thonë paradoksi më i madh këtë formë, në këtë muhabet trymës, që ky 16% nuk, edhe pse 16% është era e fundit. Me kështu 2-3 vjet e fundit 100% rrit rryma, kështu që mos i harroni ato ditë tjera. Men çfarë kaosi u bën në Francë për 2 cent që u rrit naftën. Nafta u kall Franca, u kall. 2 cent. Me çfarë standardi ai? Kur unë edhe ti nuk e dim fiks sa është çmimi i naftit, çtash për ditë vozitim kërë. Çdo ditë e mushi, po bjen fjala, unë që ka thonë ai tipi thot, ndash rritë ndash mos e rritun e apo dhe euro nafti qes. Kur nuk ja dim Po du me çmimin thonë të unë. rryma edhe njerë, ta cekim patjetër këto janë fakte. 4 komuna veriore nuk është rrit rryma. E ku është rrit sovraniteti tash, ku po flitet atin. Unë me gjithë respektin për secilin politikan. O, Kur thotë jo është rrit sovraniteti, o unë jesë besoj. nuk për respektoj kryeministrin tem o vlla. S'po duhet me respektu. S'po duhet me respektu o vlla, bën mos me respektu. Hajde shamni. Që dëm në njësh, po s'pe respektoj o vlla. Kena pas njerës që ka ditë me fol me numra, me shifra, kreta dhe s'ta kanë votu Jeranin edhe njësh. Dalin me na kallëzu muhabetet qajtoreve, fantazia. Kena me bo Kosovën kështu, e shlirum qakorrin, e shlirum ato, ka dale mër vlla, kallëzëm ti mund shpiteme shka i kam bën. Veç buk dojnë njerëz. Mos tarojmë këto ekonomia. Kallëzëm shpiteme shka i kam bën. Kush tash, shka lëlzoj, shka u bo anej. Po të besoj ushtri sovraniteti, këtë po të besoj, baba je, maj furti je, po të alëdhone siguraj që u pa të thujnë bel, baba, këtë pi bëj. Vesh një sen të kalëzo, shka ndryshoj. Sa, po shkojna, kur shkum me kerna tash me dalë në Mitrovica, ne na, shka, a mjellëm arpagjeka neja, shka Na bëtëm. udhtojmë shpesh, na si gazetar udhtojmë shpesh atje. Kur kom si muhabet one veç e pyes kur është era fundit që e kon Mitrovicën. Veç me ditë. Gjithmonë bre mos më kesh kuptoni ju lutna, po flasim me fakte të gjalla. Një mahall nuk mahet, një mahall edhe në prezencë, mundesh me majt 24 orë me njësi speciale, apëtëm, mirë më besh. Ti e mon, po s'mundesh me thonë është mahalla jam. Po cila është demokracia, më vlla, Po, këtu kallëzëm. aty bjen në çdo sen. Si tash e uniformën bjen në çdo sen. Po ideja është që jena ka dojmë me ik pi venit. Është bo vështirë. Rrogat janë të vogla, argjimet janë tepër të mëdha. Çmimet janë në havo. Okej, është tregu i lirë e krizat e vende tjera. Disa orë thonë që edhe këta të Gjermanisë po duhen më kthy në Kosovë. E unë na kena shokë miq atje po rritet rroga në mënyrë të vazhdueshme konform me çmimet. Edhe çmimet shumica, tash domethënë para 2 muaj unë isha në Freiburg. Gjona vene janë më të lira se të na. A mundesh me besu që të sanë? O, 90% që jenë më të lira veç si ke hi mirë me këshyro. Me 3.000 euro rrog. Jo po hargjojshe se po bon këto muhabeta tash, po mendojnë që na të pa dalu na pëton edhe. Jo po hargjojshe
qiroja, rryma, sene vene, në fund për të mes kanë 200 euro. Nuk është e vërtet. Mu konë kështu, këtë kishin orë. E pse nuk po na kallëzojnë ato matematikat që i bën me shtetin? Ashtu që dashtën. Se s'po na kallëzojnë ato matematikat që i bëjnë ato shligung me ligung i kanë do varsene që i tërhekin, jo pak që të shtesat e fëmijëve, jo pak që të jo që tatimin s'pe pagu, jo që të kjerrin pe ble. Mu konë ashtu ai vjen, A, vlla? nuk vjen. Po folim Nuk vjen. fakte të gjalla, Vitriolli. 470 euro me një shtet ku rroga mesatare është se pe përmeni shumë shpesh du mu tranu vlla se më ka dhënë shpina kur ja kam dhënë paret. 475 euro për një muj vlla në hotel e kisha pagu kisha ne si boss. Se ti ja më kupton në shtëpi teme. Kisti banesës o bo. Edhe isha nxe, Stifanesës. Am Është kupton. e pamundur. Edhe tash na po kallëzojmë jo vallaj s'po jetohet në Gjermani, po jetohet në Kosovë, mos ja fot në këtë vllaj për rrej mirë. Kjo është e hipokrizia. Po, kanë qëre, gjinja tren klysh. Sa Apo mirë kupton. fatë, se pas në një mod këtë fjallë. Valla na kanë rrej klysh. Na kanë rrej klysh edhe tash... Na kanë kopëmi përmes emnat përveçëm, nëse i shkon për emnat përveçëm, unë kur me emli Krasniqit si isha dato ja qitë votët. Kur, ka mos e kisha një se u kon pjesa që mund ka shtit muzikë. Kopën për emnat përveçëm. Po. Po pse mund për shembull mund ka pëlqy Bedri Hamza që shu lemru. Po, Në anën tjetër kam respektin më të madh në botë për Haradin. po, diskutim normal. Qona, levrit e vena. Normal, Edhe një normal. personalisht edhe janë njerëz që për një meve kanë dhënë kontribut, bre, kur pjethojnë edhe atë me shitën kombin, o pasha zotin nuk ka hipokrizi ma të madhe në glëb, bre. Po me gjak, bre, me munde, me sakrifice, Ata janë pahiri edhe gjallë. me killeve, Ata pahiri janë pahiri gjallë, janë aksidentalisht janë, bre. Pasha zotin me të ishin konë dekën, bre. S'po dihesh, s'po him Kjo të tema, penori e këtu shumë të ndihme. se jenë në fort. Hes s'po du me folë më ma shumë. E kom për shtypjen që kena mu taku edhe njerë, se kena shumë tema tjera për me diskutu. O, ne jëm dembel me punu se me folë knase. Kolli, tregji! Koll. Qo, falimderit shumë që ishen të net. Faleminderit, Isha me të vërtet shumë knasi. Knasi është pe intervistave që jëm një shumë komat, shumë mirë, Faleminderit bashkëbisedim knasi. shumë e mirë. Të uroj për podcastin edhe menoj që unë po besoj, po menoj që kam u konë shumë i suksesshëm edhe shumë keni me hec mirë me këtë. Veç me miq, veç me grup buon krecenët. Faleminderit shumë që erdhe, edhe takojmë Faleminderit shumë edhe shpejt. pejte. Mira. Shikues të respektuar, në studio kishim Elvis Qolopekun, MC Çopën. Keni shka me pote ai në çdo faqe të rrjeteve sociale, sidomos në YouTube. Mundeni me kliku me apo historinë e tij muzikore, gjitha gjana që ai poston. E rrjetet sociale ka dhe gjana tjera që i poston si ekspert i gjujtjeve me armë të kalibrave të ndryshëm. Takomi javën tjetër. Tonajti është këtu, HD-oja ju vëzhgon dhe pret komentet e juja edhe i shqyrton një ka një me seriozitetin më të madh. Faleminderit. Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, IPEC Home, Industria.